Një 23 vjeçar francez është arrestuar në Tiranë për mashtrim të qytetarëve shqiptar me mesazhe të rreme, ndërkohë që policia vazhdon hetimet për zbardhjen e skemës së mashtrimit. Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxha i mbetet ende pa autor, bashkëtuesja e tij nuk ka mundur të identifikojë ndonjë konflikt të mundshëm. Një qytetar ka denoncuar kushtet alarmante higjieno-sanitare në Spitalin Infektiv të Shkodrës, duke ngritur alarmin dhe shqetësimin për përhapjen e infeksioneve në këtë institucion. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVadeu. Një 23 vjeçar francez është arrestuar në Tiranë pasi u kap duke tërhequr para të përfituara përmes një skeme mashtrimi me mesazhe të rreme. Policia ka sekuestruar prova materiale dhe po heton për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tij. Një 23 vjeçar nga Franca ka rënë në prangat e policisë së shtetit pasi u kap në flagrancë duke tërhequr para nga një bankomat në Tiranë, të përfituara nëpërmjet mashtrimit që redaksia jon ka denoncuar prej disa ditësh. Shtetësi Adem Said, e lindur dhe banues në Francë, rezulton të ketë dërguar mesazhe të rreme në celularët e qytetarëve shqiptar, duke u prezantuar si një filial banke nivelit të dytë me qëllim mbledhjen e të dhënave personale dhe bankare. Këtë shtetësi francez realizonte nëpërmjet një numri shqiptar që e kishte vjedhur dhe që i përket shtetasit me iniciale EB. Ky i fundit ka denoncuar në polici vjedhjen e të dhënave personale dhe keqpërdorimin e tyre, dhe pas denoncimeve të tjera publike, policia ka reaguar dhe ka arrestuar shtetasin francez. Për disa ditësh, redaksia jon ka marrë dhjetra mesazhe nga qytetarë që raportonin se kishin marrë mesazhe të dyshimta në telefonat e tyre, ku thuhej se llogaria e tyre bankare është aktivizuar për arsye sigurie dhe u kërkohej që ta riaktivizonin atë nëpërmjet linkut që të çon në faqen e quajtur raiffeisenvizlidhje.com. Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxha i mbetet ende pa autor, ndërsa bashkëtuesja e tij ka dëshmuar se nuk kishte dieni për ndonjë konflikt të viktimës. Ajo ka deklaruar se ka dëgjuar të shtëna me armë, por i ka ngatëruar ato me fishek zjarri. Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxha i mbetet ende një mister për autoritetet, pasi deri më tani nuk ka asnjë dyshim konkret mbi autorin apo motivin e krimit. Në një intervistë për mediat, bashkëtuesja e tij, Këra Kipaj, ka rrëfyer detaje nga përditshmëria e të ndjerit dhe momentin kur ka ndodhur ngjarja tragjike. Ajo ka pohuar se në dijenin e saj, Hoxha nuk ka qenë i përfshirë në konflikte dhe nuk ka shprehur ndonjëherë ndjesinë e kërcënimit. Megjithatë, ajo pranon se kohët e fundit rutina e tij kishte ndryshuar ndjeshëm, pasi ai nuk ishte më një orar të rregullt për të dalë apo për të kthyer në shtëpi. Ky vinte, shkonte në punë, dilte ndonjëherë natën vonë dhe unë isha në punë. Ikja në punu në orën 19:30 të darkës edhe vija deri nga ora 3 e mëngjesit. E kur vija i gjeja në shtëpi, në gjumë, edhe ngrihej nga gjumi e ikte poshtë lokali, e shkonte pinte kafen aty, rinte aty gjatë ditës. Pastaj ikte, lëviste, ku di unë nga lëviste ai, se unë s'do e ruaja atë se nga shkonte. Çifti bashkëtonte prej afro 2 vitesh në banesën e Hoxhait, ndërsa Rakipa i tregon se ai kishte rreth 1 vit e gjysmë që nuk punonte më si roje. Lidhur me ngjarjen, ajo ka dëshmuar se ka dëgjuar të shtëna arme ndërsa ndodhej brenda banesës, por ka menduar se ishin fishek zjarre. Vetëm 2 orë më vonë, kur ka dalë nga shtëpia, e ka gjetur Hoxhain të pajetë dhe ka njoftuar menjëherë ndihmën e shpejtë, por ai kishte ndërruar jetë në vend ngjarje. E trënditur dhe në frikë, Rakipa i është larguar nga banesa ku jetonin bashkë, duke theksuar se ndihet e pasigurt, pavarësisht mungesës së dienisë për ndonjë konflikt të mundshëm të viktimës. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë. Një qytetar ka denoncuar kushtet alarmante higjieno-sanitare në Spitalin Infektiv të Shkodrës, ku dyshekët e pacientëve shfaqen të papastër dhe të pandëruar. Pamjet e publikuara ngren shqetësime serioze për rrezikun e përhapjes së infeksioneve në këtë institucion. Një qytetar nga Shkodra ka denoncuar kushtet e papranueshme higjieno-sanitare në një nga dhomat e Spitalit Infektiv të Shkodrës. Përmes një videoje të dërguar në redaksin ton, qytetari ka dokumentuar gjendjen e rëndë të shtretërve të pacientëve. Në pamjet e siguruara, dyshekët e shtretërve janë të papastër dhe të pandëruar, me njolla të dukshme që sipas qytetarit duken si gjurmë gjaku dhe papastërti të tjera. Kjo situatë është veçanërisht alarmante, duke qenë se bëhet fjalë për një spital infektiv, ku standardet e higjienës duhet të jenë të një niveli të lartë për të parandaluar përhapjen e infeksioneve. Me sa duket, në Spitalin Infektiv të Shkodrës, pacientët jo vetëm që nuk mund të shërohen, por edhe mund të marrin infeksione shtesë si dhuratë nga kushtet e mrekullueshme higjienike.
Denoncimi i qytetarit ngresh shqetësime serioze mbi cilësinë e shërbimit shëndetësor dhe kujdesin ndaj pacientëve në këtë institucion. Autoritetet përkatëse duhet të marrin masa urgjente për të adresuar këto kushte skandaloze dhe për të garantuar një mjedis të sigurt dhe të pastër për pacientët. Ka kaluar gati 6 muaj nga zhdukja e 65 vjeçares Dallondyshe Heqimaj nga Mallakastra, por ende nuk ka asnjë gjurmë të saj. Familjarët apelojnë sërish për ndihmë dhe kërkojnë informacion nga kushdo që mund ta ketë parë. Pak muaj më parë redaksia jon raportoi zhdukjen e Dallondyshe Heqimajt, një 65 vjeçare nga fshati Vjosk i Mallakastrës. I biri i saj ka kontaktuar sërish në redaksin tonë mbrëmjen e dishme, duke apeluar për ndihmë, pasi edhe pse kanë kaluar pothuajse 6 muaj nga zhdukja e saj, ende nuk ka një informacion mbi vendodhjen apo fatin e 65 vjeçares. Ai bën thirrje që kushdo që ka informacion të kontaktojë numrin 069 73 87 880. Sipas dëshmisë së familjarëve, Dallondyshe Heqimaj u largua nga banesa në 3 nëntor të vitit 2024 në orën 12:10 të mesditës në drejtim të paditur. Ajo vuante nga ankthi dhe depresioni, çka e bën zhdukjen e saj edhe më shqetësuese. Familjarët bëjnë me dije se gjatë këtyre muajve kanë burritur disa informacione mbi vendodhjen e mundshme të saj, por të gjitha kanë rezultuar të pasakta. Apelojmë këdo që ka ndonjë informacion që mund të çojë në gjetjen e 65 vjeçares, është i lutur të na kontaktojë. Izraeli ka intensifikuar bombardimet në Gaza dhe ka goditur Beirutin duke shkaktuar viktima dhe frikë për përshkallëzim rajonal, ndërkohë përpjekjet ndërkombëtare për një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit vazhdojnë, por pa një rezultat konkret. Ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet në Gaza, duke shkaktuar më shumë se 20 viktima palestineze. Situata humanitare ka degraduar, me më shumë se 61.700 të vdekur dhe 117.600 të plagosur. Ndërkohë, autoritetet izraelite kanë kërkuar nga banorët e një lagje në Beirut të largohen, duke sugjeruar një sulm të mundshëm për herë të tretë që nga armëpushimi nëntorit me Hezbollah. Përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një armëpushim të ri mes Izraelit dhe Hamasit vazhdojnë, me gjithë përfshirjen e Katarit dhe Egjiptit. Grupi palestinez ka paraqitur një vizion për marrëveshje gjithëpërfshirëse, duke përfshirë ndërprerjen e luftimeve dhe rindërtimin e Gazës. Megjithatë, analistët sugjerojnë se sulmet izraelite ndaj Beirutit mund jenë një përpjekje për të vendosur rregulla të reja në rajon, pa pasur provokim të dukshëm nga Hezbollah. Sipas mendimit tim, Izraeli po përpiqet të justifikojë sulmin duke pretenduar se autoritetet libaneze janë shumë më të buta me Hezbollahun, por strategjia e vërtetë dhe e padeklaruar e Izraelit është që të imponojë rregulla të reja loje në rajon, pa pasur ndonjë provokim nga Hezbollahu ditët e fundit, tha Riz. Në Beirut, mediat lokale raportojnë për një sulm të mundshëm nga dronët izraelit, ndërsa banorët largohen nga lagjet e kërcënuara. Situata vazhdon të jetë tensionuar me pasiguri të thelluar për të ardhmen e rajonit. Një kompani kineze ka nisur prodhimin masiv të baterive bërthamore që mund të zgjasin deri në 50 vjet, duke hapur mundësinë për përdorime të reja në teknologji dhe armë. Ky zhvillim mund të ketë implikime serioze për sigurinë kombëtare të SBA-s dhe përdorimin e teknologjive të avancuara ushtarake. Një kompani kineze ka filluar prodhimin masiv të baterive të vogla që mund të zgjasin për dekada dhe mund të kërcënojnë sigurinë kombëtare të SBA-s. Bateria BV100 e krijuar nga Betavolt është më e vogël se një monedhë, por mund të fuqizojë pajisje deri në 50 vjet, për shkak se merr fuqinë nga një izotop radioaktiv i quajtur nikel 63, që çliron energji teksa zbërthehet ngadalë. Bateritë bërthamore kanë ekzistuar që nga vitet 1950 dhe përdoren për të fuqizuar stimuluesit e ritmit, teknologjinë hapësinore, sensorët dhe pajisjet e monitorimit dhe më gjerë, por kjo është hera e parë që prodhohet në masë. Në gjendjen e tij aktuale, ai jep vetëm 100 mikrowatt energji, i përshtatshëm për përdorimin e teknologjive me fuqi të ulta si pajisjet mjekësore dhe sensorët. Betavolt planifikon të nxjerrë një version me 1 watt diku këtë vit, i cili mund të fuqizojë armët e ardhshme të shkatrimit në masë, si dronët e luftës që nuk kanë nevojë të zbresin dhe të rimbushen kurrë. Ndërsa aftësitë e BV100 zgjerohen, Kina mund të shfrytëzojë fuqitë e saj dhe mund të fitojë avantazh ndaj SBA-s në vëzhgim, luftim, madje dhe në eksplorimin e hapësirës. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.